Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Prej kohësh e mbajnë në sekret, kjo maskë bën mrekulli për flokët, ja si ta përdorni. Përtharja skalpit të kokës është një rezultat i gjendrave të fjetura të yndyrës të cilat nuk arrin të prodhojnë më pak yndyrë se ç'duhet. Një gjë e tillë ndodh për arsye të ndryshme ku përfshihen përdorimi i tepruar i shampove që kanë shumë kimikate, infeksione, ekspozimi i zgjatur ndaj ujit të ftohtë, mungesa e një regjimi ushqimor gjithashtu të pasur me vitamina dhe minerale, ekspozimi i tepruar ndaj kushteve ekstreme të motit, përdorimi i tepërt i produkteve dhe gjithashtu i pajisjeve të stilimit të flokëve. Nga ana tjetër, neglizhenca. Këtu ne do t'ju njohim me kurën naturale për trajtimin e skalpit të thatë. Duke mësuar, ju do të përdorni këto trajtime naturale më të mira të flokëve për të trajtuar çdo problem të tyre. Uthulla e mollës. Për këtë maskë juve do t'ju nevojitet 2 deri në 3 lugë gjelle uthull molle pambuk. Lageni pambukun me uthullën e mollës dhe më pas fërkojeni uthullën e mollës ngadalë dhe butë në skalpin e kokës. Masazhojeni për 2 deri në 3 minuta dhe më pastaj prisni 10 minuta përpara shpëlarjes me ujë të vakët. Ky trajtim duhet bërë jo më shumë se 2 herë në javë. Nëse keni një lëkurë të ndjeshme, ne ju rekomandojmë të holloni uthullën në pak ujë. Kjo e fundit, gjithashtu pastron skalpin e kokës nga mikrobe dhe rikthen ekuilibrat e pH-it. Lëngu i limonit. Për këtë trajtim, juve do t'ju nevojitet lëngu i një gjysmë limoni me të cilin ju mundet që të lyeni skalpin e kokës dhe të prisni për 5 minuta. Më pas, lajni dhe zbuteni flokun tuaj ashtu siç bëni zakonisht. Ky trajtim duhet bërë 2 deri në 3 herë në ditë. Lëngu i limonit rregullon gjithashtu pH-in e kokës dhe nga ana tjetër eliminon zbokthin dhe infeksionet. Lëngu i mollës. Për këtë trajtim juve ju nevojitet lëngu i 1 ose 2 mollëve në varësi të flokut. Lyeni skalpin dhe rrënjët dhe mbajini atë për 10 minuta. Më pas, shpëlajini kokën me ujë të bollshëm. Ky trajtim duhet bërë 1 ose 2 herë në javë. Lëngu i mollës shërben gjithashtu si një eksfoliant dhe largon lëkurat e vdekura. Ai gjithashtu rikthen nivelin e shëndetshëm të pH-it në skalp dhe nxit edhe prodhimin e yndyrës. Lëngu i qepës dhe mjaltit. Për këtë trajtim juve ju nevojiten çerek filxhani çaj lëng qepe, 1 lugë gjelle mjalt dhe pak pambuk. Përzieni lëngun e qepës me anë të pambukut dhe lyeni skalpin e kokës. Mbajini për 10 deri në 30 minuta dhe më pas lajini flokun tuaj me shampo. Në fillim kjo maskë duhet përdorur 2 herë në javë. Lëngu i qepës eliminon zbokthin dhe nxit rritjen e flokut. Pasi situata të përmirësohet, trajtimi duhet bërë 1 herë në javë. Gjithashtu, flokët janë shumë të rëndësishëm për çdo femër dhe shpesh për shkak të erës, diellit, ujit apo faktorëve të tjerë të jashtëm ashtu edhe të brendshëm, flokët dëmtohen, dobësohen dhe pastaj bien. Në këtë video ne do t'ju njohim me maskat më të mira të cilat kanë efekte të mahniqme dhe të mrekullueshme për flokët dhe që janë tepër të lehta për t'u përgatitur në kushtet e shtëpisë. Maska me avokado. Maska me avokado është perfekte për të kuruar flokët e thatë dhe të djegur pasi ajo i jep atyre shkëlqim, butësi. Grini në mikser 1 kokër avokado dhe përzieni me gjysmë gote qumësht, 1 lugë gjelle vaj ulliri ose 1 lugë gjelle vaj bajameje. Aplikojeni maskën në rrënjët e flokëve dhe më pas lajini pas 15 minutash. Maska me vezë. Maska e vezës është hidratuese për flokët.
duke qenë se ajo është e pasur me proteina, ushqen në rrënjë dhe ndihmon në rritjen e flokëve të rinj. Rrihni një të verdhë veze me 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 filxhan qumësht dhe gjithashtu 1 kokër limon të shtrydhur. Aplikojeni maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas shpëlajeni me ujë të ftohtë pas 15 deri në 20 minuta. Maska me kos. Nëse flokët tuaj kanë humbur gjallërinë nga ndotja e tepërt apo nga produktet kozmetike që përdorni për stilimin e flokëve, maska me kos është ideale për t'ju dhënë shkëlqimin e munguar. Merrni gjysmë filxhani kos dhe filloni të masazhoni flokët me ngadalë. Lëreni maskën në flokë për 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajni dhe lajni normalisht me shampo. Maskë me banane. Banania është e pasur me vitaminë A, E dhe C, që ndikon në përmirësimin e yndyrës në skalp. Për përgatitjen e maskës ju duhet që të grini 2 banane dhe t'i përzjeni me 1 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle vaj kokosi dhe 1 lugë gjelle mjalt. Lëreni maskën në flokë për 5 minuta dhe shpëlajni ato me ujë të vakët. Flokët tuaj do të shkëlqejnë dhe do të zbuten shumë shpejt. Maskë me vaj të arrës së kokosit. Vaj arrës së kokosit është perfekt gjithashtu për flokët e dëmtuar apo edhe të thatë. Për përgatitjen e maskës ju duhet që të ruani proporcionin 2:1. Vaj kokosi dhe vaj ulliri sipas sasisë që ka nevojë floku juaj. Aplikojeni maskën dhe e mbulojeni me një qese dushi për sa kohë që ju të dëshironi. Më pas lajni flokët tuaj normalisht me shampo dhe shpëlajeni mirë. Maska me lule shtrydhe. Nëse keni flokë të yndyrshëm, një maskë me lule shtrydhe është ideale për ju pasi lule shtrydhja është gjithashtu e pasur me vitaminë C, e cila ekuilibron gjithashtu balancën e pH-it dhe nivelit të yndyrës në flokët tuaj. Grini një grusht me lule shtrydhe dhe përzjeni me 1 lugë gjelle mjalt dhe 1 lugë gjelle vaj të arrës së kokosit. Aplikojeni maskën në flokët tuaj dhe më pas shpëlajni pas 15 minutash. Maskë tërshëre. Maska e tërshërës është shumë efikase në qoftë se ju vuani nga zbokthi apo nga problemet me skalpin. Përzjeni 1 lugë gjelle me tërshër me 1 lugë gjelle vaj bajameje ose vaj ulliri. Aplikojeni maskën në flokë të thatë dhe më pas lajni me shampo pas 20 apo 25 minutash. Gjithashtu mundet të përdorni maskën me uthull molle dhe limon. Kjo maskë është e përkryer për flokët me yndyrë, pasi 2 përbërësit e përmendur munden që të eliminojnë vajin e tepërt nga floku. Uthulla e mollës dhe gjithashtu limoni do të arrijnë që të balancojnë nivelin e pH-it të flokëve duke eliminuar gjithashtu zbokthin. Mbushni 1/4 e gotës me uthull molle dhe në të shtrydhni gjysmë limoni. Lëreni për plotë 10 minuta dhe më pas aplikojeni në flokë duke masazhuar skalpin. Lëreni maskën për 15 minuta dhe më pas shpëlajeni flokët normalisht. Maska me vezë. Vezët janë të pasura me vitamina dhe lëndë ushqyese. Vezët gjithashtu përmbajnë proteina, hekur, vitamina A, B dhe D. Përmbajtja e tyre është jashtëzakonisht e lartë e shëndetshme për flokët pasi nxisin rritjen e flokëve dhe gjithashtu parandalojnë rënien fal vitaminave A dhe D. Kjo maskë gjithashtu është e shkëlqyer edhe për çdo lloj floku. Përzjeni 1 filxhan qumshti, 2 lugë lëng limoni, 2 lugë vaj ulliri dhe gjithashtu 1 vezë. Përshtateni përbërësit sipas gjatësisë së flokut. Pas 15 minutave, lëreni të qëndrojnë në flokë dhe më pas lëreni që të ilani flokët si zakonisht. Nëse flokët tuaja kanë tendencën të vajosen, atëherë përdorni vetëm të bardhën e vezës.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.